Prokuroria e Durrësit bëri me dije se ka qenë 3 muaj në pritje nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit për të identifikuar një laborator të aftë që mund të kryente analizat e mbetjeve të deklaruara të rrezikshme që dyshohet se u eksportuan ilegalisht nga Shqipëria. Reagimi i prokurorisë erdhi pas shqetësimeve të ngritura nga organizata mjedisore për vonesa në hetimin e çështjes së mbetjeve të dyshuara të rrezikshme që u kthye nga Durrësi para 12 javësh pas një tentative të dështuar eksportimi drejt Tajlandës që dyshohet se ishte e paligjshme. Në mungesë të infrastrukturës dhe mjeteve të posaçme për kryerjen e të gjithë zinxhirit të proceseve, sipas praktikave ndërkombëtare, i jemi drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit me qëllim identifikimin e laboratorëve privat që operojnë në Shqipëri, që kanë ekspertizë në testimin e substancave të tjera të rrezikshme dhe që plotësojnë një sër kriteresh të përgjithshme dhe specifike, thuhet në reagimin e prokurorisë. Në reagim, prokuroria tha se vonesat vinin për shkak të kërkimit të një laboratori të përshtatshëm. Prokuroria bëri me dije se vetëm së fundmi ishte bërë mundur identifikimi i laboratorit që plotësonte kriteret e kërkuara. Aktualisht është identifikuar laboratori që plotëson dhe ka infrastrukturë për garantimin e respektimit të gjitha protokolleve dhe standardeve ndërkombëtare dhe shumë shpejt do të procedohet me marrjen dhe analizën e mostrave, thuhet në reagim. Mbetjet e dyshuara të rrezikshme u eksportuan fillimisht nga Shqipëria drejt Tajlandës, pasi rasti u ekspozua në publik, anija u kthye pas në portin e Durrësit, ku mbriti më 28 tetor të vitit 2024. Pasi u shkarkua në Durrës, mbetjet u vendosën në sekuestro nga prokuroria, e cila kishte nisur më herët hetimin në lidhje me këtë çështje. Por 12 javë pas këtij procesi, ekspertiza për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me lëndë të rrezikshme ende nuk është arritur të kryhet.